Selam aleikum, thot një pyetje, unë i fali namazet me fletësi se burri nuk do. A është gjëna më trega? Aleikum selam rahmatullah. Për ty nuk është gjëna. Për burrin është gjëna që ta bjen punën ti me u detyru me më shef. Dëgjo, pa dasht me të prishë dhe me ta pru punën me të shkurorzu ose ku e diçka. Këtë pjesë nuk po përzihem. Por nëse ti mendon që ai nuk të lëshon, nuk të shkurorzon, unë në këto raste, ty të drejtën e namazit të mbron me leq me çdo send mbrohet. Nisja falu haptas. Edhe nëse ai qohet edhe të rrej ose ngret dorë mbi ty, thyre policin, përdhon familje. Kjo të garantohet, ty nuk guxon kush ty me të ndalu namazin. Nuk jam për me prish një familje, nuk jam për me qu borin polici, ama marrë puna që gruja mos me guzu më falë, a kupton çfarë dhunusi, çfarë zullëmqari është një burr i tillë. Pas flik gruja më falë namazin, s'është ka bë kur gjë gruja, po falet. Ajo tjetra, do me fjet flan. Njetë si me thonë mos flaj, si me thonë mos habuk, si me thonë mos e këqyr televizorin. Qështu është e më falë. Çka jeti ban ti me namazin tënë, kur gjës jeti ban? A jetu e maltretu diqka, a jetu e mshu ati, po falësh. Andaj, në këto raste, nëse e ke një qfar fuqie që ai nuk mund më bon e telashe ma madhe të shkrorzimi me të fëmija, ku e diqka, ndërmerë hapa konkret. Edhe, nga kanë bo pytja me thire edhe policin nëse ushtron dhunë pastaj të ti. Normal, nuk kam dëshirë që më prish një familje veç marë punën shekullin 2025. Më ndalu gruja me mu detyru tinza me falë namazin të s'më me kuptu. Qfar meshkuj, qfar zullumqar ka.